Përshëndetje, unë jam Meda, kjo është intervista ime 60 sekonda për Privej. A je burr i mirë? Tepër, A ke mendu ndonjëherë me ndru frizurën? jo kur, Sa femra i ke pas? nuk e di se s'di me njerë. A të ka qitë ndonjëherë buza tomël? Kur e bëkon i vogël, po, Për çka të vjen marrë? për gjithë shka, Çka në veçanti? për budallakit mi po. A shkon shpesh te meçt? Jo shumë shpesh, A je grind ndonjëherë me vjehrën? jo kur. Çka të pengon te tifozët shqiptar? Inshallah nuk ndahën, Sa pare këndon në përdasma? sa është garanci. Apo të ngon gruaja? Po, E t'ja pengon? pa tjetër, A je xheloz? shumë, Kë e ke fiksim? fëmijët e mi, A është hajvalia drejt falimentimit? jo, A ke mbetë ndonjëherë pa pare? jo, A të ka mbetë ndokush borx? po, A je follirant? jo. Sipas jush, cila politikane kosovare është më simpatike? Mimoza, Futbolli apo muzika, cila po t'sjell më shumë përfitime? muzika, A e fal tradhtin raport bashkëshortor? jo kur. Me cilën figurë publike kishe dashur me kalu një natë romantike? Ufa, me Angelina Jolie. Tick tock, tick tock, tick tock.